çfarë nuk do të pranoje kur të bëje për famë apo sukses. E para, është në tash e keni vërejt, po shohim shumë, si thonje, të moralizimeve, të përgjithshme të vlerave, të parimeve etike, të kriteret që na tash i kemi mësuar në shkollë, ose në baza fetare, ose në baza kombëtare e tjera. Për famë, për sukses, nuk do ta përkrahja kur padrejtësinë, ne. Për famë, për sukses, ta tregoj një rast interesant. Emisionet zakonisht tash po duhet me i realizu me sponzor, me reklama, me përkrahje të tjera. E kum pas një, po e përmendi, një produkt, i cili nuk është shumë i shëndetshëm, basi nuk është i ndalum. Mos me thonë si pije energjike që po i quajmë tash. Dhe në marrëveshje, unë insistojsha që, unë e vendosin tavolinë, normalisht, se kishim nevojë edhe për lekë, për krahje, thash unë e vendosin tavolinë. Thash po, unë duhet mi tregu publikut për shkakun që kjo pije energjike nuk preferohet për mosha të shtyra dhe probleme, njerëz që kanë probleme me probleme kronike, po ashtu e ndaluar rrepsisht për fëmijë. Tha jo, s'bën hiç, thash unë s'më vendos tavolinë. Unë nuk reklamoj, sepse nuk po muj me zgjedh forcën në brenda vetvetes. Unë kam nevojë për përkrahje, kam nevojë për reklam, kam nevojë për pagesa, për lek, po janë disa parime që në këtë aspekt, ku po du me dalë të ty, me ta dhonë si këshill në gazetari tash, për ata që mendojnë do të me qëndru gjatë në këtë profesion, në maraton, është pak e vështirë. Sepse sot sfidohesh në forma ndryshme, po nuk do të pranoje kur të bëje për famë apo sukses, nuk po di çka tjetër. Kjo është elementi i parë. Ndoshta e mundu gjithmonë me qenë origjinal, vetvetja, çdo paraqitje televizive. E para, shiqo, kur unë jam njëri familjar, dhe tani do të shumë shpesh ti e mendon që fëmijët tu mund të shohin televizor, do të jesh ti shembull i mirë apo i keq, si i edukon ti fëmijët në këtë aspekt, do të me qenë parimor, me pas kritere gjatë jetës së tyre, po e them tash mos me ushit, se zakonisht thojnë kur shitet për pak letë, shitet për pak ma shumë, po nuk kom pas najherë, zakonisht nuk kom pas edhe sfida tjera, po nuk është që nuk e kalu në për provokime që do të për famë, për sukses. Që kjo është? Po. Nuk kam ra asë njëherë dhe thëtë për famë, për sukses, me i thy parimet e mija familjare të vlerave, ato që ne kemi konsideru kombëtare, fetare, të besimit. Thëtë kjo nuk e kam bo asë njëherë, asë nuk ta bëj njëherë. Çka shohim sot në rrjetet sociale, çka shohim sot në që po i quajnë artist, në fakt ata janë kriminal kulturor, nuk e kanë as pak të lashët, sepse kultura është nocion i gjanë, ne do të me pas shumë kujdes çka ju ofrojmë fëmijëve, me çka ja kontaminojmë trurin, me vlerë mbjellim te ata të rinj, mbjellim diçka të mirë, mbjellim motiv, mbjellim patriotizëm, mbjellim kritere të mira dhe parime që duhet mi përcjell gjatë jetës, se jeta është një sfida, jeta don punë, don ndershmëri, don angazhim, duhet mi tregu trive që sukses nuk ka pa punë shumë, pa shumë angazhim. Ki murëzus disa herë, do të shohësh prapë, s'du të mu dorëzu, e vazhdan, me pas, me përballu, jo detyrimisht mu arsyetu me thonin e Machiavellit që mjeti arsyeton qëllimin, po fatkesisht sot po shohim do të edhe çka po ndodh në politikë, Kosovë nuk është e mirë, me pa dritë, po kështu po mendojnë që ti jesh vetvetja ndoshta më së miri. Leku dikur e kuptojnë ata që i kanë.